Kisha Katolike në Shqipëri dhe Kryedioqeza Shkodër-Pult përkujtojnë meshën e parë kremtuar me 4 nëntor 1190 nga Dom Simon Jubani në Varrezë Katolike të Armajt. Kjo meshë në fillimin e rënjes së regjimit komunist dhe rifitimin e lirisë qytetare në Shqipëri, si dhe vigjiljen dhe natën e fesë së martirëve të Kishës Katolike të periudhës së diktaturës komuniste të shpallur të lumë me 5 nëntor 2016 në Kishën Katedrale të Shënshtivnit në Shkodër. Dom Simon Jubani me 4 nëntor 1190 kremtoi meshën e parë në Varrezë të Armajt, duke sfiduar terrorin e diktaturës komuniste e duke e bërë shpërthejnë në fuqia e lirisë mbi diktaturën, fuqia e mirës dhe keqes dhe dashurisë e vëllazërimit mbi urrëtitjen e përçarjen. Mesha e kremtuar nga Dom Simoni hodhi themelet e lirisë e demokracisë në Shqipëri pas dimrit të egrë të gjatë të imponuar nga komunizmi. Dom Simon Jubani njihet nga njerëzit e mështarët shqiptar që ka vojtur tërë jetën e burgjit komuniste dhe u ka qëndruar besnikërisht dhe heroikisht torturat të tmerrshme të ushtruar nga regjimi komunist ndaj të gjithë atyre njerëzve e qytetarëve që nuk mohonin vlerat shpirtërore, kulturore e kombëtare as para dënimeve, persekutimeve dhe vrasjeve. Kjo meshë e cila u zhvillua në fshehtësitë e plot i hapi rrugë meshës tjetër me 11 nëntor, ku morën pjesë mbi 50.000 qytetarë nga Shkodra, por dhe qytetet e tjera të Shqipërisë.